Një konflikt i çastit në ambientet e Poliklinikës së Shkodrës rrezikoi të përshkallëzohej në një ngjarje edhe më të rëndë kriminale. Një 32 vjeçar mbeti i plagosur me thik, ndërsa policia ndërhyri në kohë për të parandaluar një vrasje për hakmarrje. Rreth orës 11:30 në ambientet e Poliklinikës në lagjen Vasil Shanto, pas një konflikti për motive të dobta, Arvin Fregjaj, 18 vjeç, dyshohet se e ka goditur me thik Vildan Këpecën, 32 vjeç. I plagosuri u transportua me urgjencë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën, por teksa policët po shkonin drejt vendngjarjes, ata morën informacion se vllai i të plagosurit, Arben Këpeca, 41 vjeç, ishte nisur në këmbë një pistolet me qëllim për të vrarë autorin e dyshuar të plagosjes. Reagimi menjëhershëm i efektivëve bëri të mundur arrestimin në flagrancë të 41 vjeçarit, i cili gjatë ndërhyrjes tentoi të largohej dhe hodhi armën e zjarrit që mbante me vete. Pistoleta dhe municioni luftaraku u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërkohë që policia vijon kërkimet për 18 vjeçarin Arvin Fregjaj, i cili akuzohet si autor i plagosjes.